Turneu ndërkombëtar i futbollit të moshave Shkodra Summer Cup u zhvillua për 3 ditë me radhë në Shkodër, duke mbledhur mbi 1500 pjesëmarrës nga Shqipëria, Kosova, Malizi dhe Maqedonia e Veriut. Në edicionin e 9, të organizuar nga Shkodra Sport Event, morën pjesë 55 skuadra të grup moshave U9 deri në U15. Përveç garës sportive, aktiviteti promovoi miqësinë, respektin dhe edukimin përmes sportit. Organizatorët theksuan se turneu synon të krijojë më shumë mundësi për zhvillimin e të rinjve dhe forcimin e lidhjeve sportive mes vendeve të rajonit. Është një emocion i madh dhe një përgjegjësi shumë e madhe për të organizuar këtë turne në nivel të tillë. Mendoj që kena arritur me sukses organizimin e këtij aktiviteti, duke marrë parasysh që fëmijët mbeten të kënaqur nga ky organizim. Do thonë që Shkodra është qytet ëndrash, është një qytet i cili të lën me bë çdo gjë, të lën me bë një turne të tillë dhe e dojnë turnon. Ka pas për shembull nga ekipet që kanë pas edhe familjarët e tyre, kanë pas shoqërinë e tyre dhe kanë mbush tribunën plot siç e thotë edhe ju, dhe kjo ka kanë realisht një emocion shumë i madh për ne si organizator. Një organizim, një manifestim të tillë deri sot s'kem paras. Me të vërtet lypet jemi mirënjohësim, falenderuesit mirë Podgoricë, me të vërtet ta organizojnë një shtet këtë manifestim arsye e madhe e jo një njerëz. Ceremonia përmbyllëse u zhvillua në stadiumin Loro Boriçi, ku të gjithë futbollistët e vegjël u vlerësuan me medalje pjesëmarrjeje, ndërsa ekipet dhe sportistët më të spikatur u nderuan me kupa dhe diploma.